Edhe të vëshon edhe në rregull. Si jeni? Si shkoj rruga? Mirë, perfekt. Ka kanë orë mram, i kum posë mësafir, aty ku këndoj gjithë të... Po, a? Jo, po... Shumë keq që s'u knakun. Me Arbrin, e Arbri nuk është shike, Arbri nuk është shike. Pas ta jadham një gojbe. E përshëndesim Arbrin. Si ka lutë? Mirë, mirë. Shumë mirë. Si është jeta e natës në Tiranë? E di që ka shumë vene me muzikë. Robert, me thonë unë ty që unë personalisht kam nja 5 vjetë që s'del me bëjet natën në Tiranë, po kam nja 3 muaj që vje bëj çdo fundjavë në Prishtinë, ti ndoshta çuditesh. Nuk e di arsyen, po unë pëlqen. Çdo fundjavë po ndjem shumë mirë, më pëlqen për emrin më shumë. Klajti ti, ndërsa unë më shpesh apo jo? Ashtu sikur se Meridiani kisha kopa dalë në Tiranë, dola me miq pas shumë vitesh në blok. Ndërkohë është fundjava e dytë që vinë në Prishtinë, që vinë në Kosovë. Është shumë ndryshe nga Tirana, shumë më e larmishme, shumë më e gjallë, dhe ambienti ku ti performoje ishte super, domethënë njerëzit. Kemi të njëjta të përbashkëta dhe të kundërta në sensin. Mos harrojmë që është muaji i Ramazanit, po ka ramje, domethënë nuk dalin edhe shumë edhe nuk e konsumojnë alkoolin. Në këtë rast, agjerim të letet pranueshëm gjithë besimtarëve. Santi, i ka do pyetje. Unë s'po moj pa janis me full për Big Brother, nuk moj se si ti shok të atë, mu më kujtohet Big Brother. Si s'pe bën edhe një tatu Big Brother me shkru. Vërse, Robert. Edhe ty të mungën edhe një spec me bo një të kuq. Që e paska? E ka dhe një spec. Roberti, apo na të regani pak që shukon eksperienca ju në Big Brother? Hajde, se Klajdi është i fresh. Hajde, se sa ka dalë. Unë, me thonë drejtën, jam knaqur, jo mjaftueshëm, për faktin se prisjet që ndroja pak më gjatë, e mora pak më shtruar. U knaqem shumë dhe kur dola që isha bërë me atë punë e ushqimit, qoftja me tekthithje, bambum, jam marrë këtu pa fund, dhe nëse do të më rifusnin, dhe më thënë, do t'ja fusaj qoften double, jo më nga to formatet e vogle, do kërëj një format më të madh, engës. Është eksperiencë shumë e bukur. Si ti dhe Meridiani e kemi provuar që 3, është një publicitet që çdo kush ka nevojë, jo vetëm artistat, po dhe njerëzit zakonshëm. Personalisht kam ngelur mjaft i kënaqur për faktin se më risollën në ekran, më risollën në sken, më risollën në Prishtinë dhe unë jam në këtë udhëtim jam shumë i njohur dhe kam kaluar shumë bukur. Edhe Roberti paka shumë e ka provu, veç e ka qenë me një format tjetër, se... Një format tjetër, po ja këshin kupju Big Brother, pak e këshin fut një lopë mram. Jo, Robert, ka qenë formati originali Big Brother, dhe ka pas këtë që me bo her pas here ferma ose kafshë, ferma me kafshë ndyshme, për me pas larmi. Për më përgjigja se që tha Santi, kretë në që kena qenë Big Brother, bo mi pyt kretë, a rikëthejnë, kretë rikëthejnë.